koma një goditje nga nxehtësia, sepse kalon mbi 40 gradë, ku funksionaliteti i qelizave nuk është më fiziologjik. Pra një goditje në tru mund të vi edhe nga dielli, nga ekspozimi në diell. Po, nga ekspozimi i gjatë në diell. E kuptoj. Dhe ajo duket nga ndryshimi i koshencës, nga skuqja e lëkurës, sidomos lëkura e thatë, pa djersitje. Pra nuk po eliminon më organizmi, e ka konsumuar atë mekanizëm mbrojtës. Tipike është me njerë largimi nga shkaku, pra hiqe personi që aty dhe qojë në një ambient pak të në hije, qojë në një ambient të ventiluar, ftohe, gjithë zonat ku kalojnë në të gjakut, dhe në mbatë gjakut duhet të ftohe me ujë të vakët ose të freskët, me qëllim që të ule temperatura e brendshme. Duhet njoftuar pa tjetër urgjenca në këtë moment, sepse është një komplikim tjetër. Prandaj thuhet që kur del, elimino orarin nga ora 11 deri në 5, vishu me rroba të lehta të gjëra, me rroba të bardha, me qëllim që rikthejnë, po njëkohësisht themi që vendos një kapele me stret të gjatë në verë, me syze, sepse të mbron nga etrat violet. Urgjenca kombëtare ka menduar këtë vit se si t'i vi në ndihmë qytetarëve në mënyra të tjera përtej atyre që ka? Tani urgjenca kombëtare është një sektor që ka të bëjë me për kufizimi i saj është të shkojë ku ka rrezikjete. Po, patjetër. Fatkeqësisht, jo të gjitha sistemet janë, si thua, në kontaktueshme në kohën zero. Në qoftë do shkosh te mjeku, jo do të shkosh aty. Po dhe se në qoftë se kontakton mjeku, nuk të vjen dot çdo person që të thret. Po edhe po erdhi nuk ka mjetet e urgjencës, kështu që për disa arsye do shkosh te mjeku, ndërsa për të tjera jo. Po shumë herë për çdo gjë na thrasin ne. Dhe kur i thuaj që jep një këshill mjekësore, shiko, do bësh këtë, do shkosh te mjeku jot. Pastaj ato historitë kanë paguar taksa, do vish se s'bën e ku di unë. Janë të tjera, por që nuk shkon dot se një qytet si Tirana me 11 apo 12 ambulanca, me 1 milion banor, ku ka për çdo 1500 banor një mjek familje, nuk zënson dot me 11 mjek që kanë turp. E kuptoj. Kështu që edhe logjika e qytetarit duhet të hyjë në atë të menaxhimit të situatës, sepse ti nëse do të vi unë, sepse të ka zënë diarre apo ka temperaturë, që s'ka asnjë tjetër, bos të hidratohesh ose të marrësh një antipiretik, sa thot mjeku, do t'i heqësh shansin dikujt që pëson një aksident ose një infarkt ose një iktus. Pra duhet ta shohim të gjithë në këtë, sepse nesër mund të kesh dhe ti nevojë dhe mund të thrasi tjetri për një diçka të tillë. E kuptoj. Kështu që për këtë arsye gjithmonë Ministria e Shëndetësisë ka fatmirësisht është viti i 10 që mendohet për verën, ku janë qendra shëndetësore verore. Të lëvizshme? Të lëvizshme, jo, nuk janë të lëvizshme, janë provizore të përkohshme për sezonin e verës, por që edhe këtë vit janë shtuar 2 të tjera. Dhe janë shtuar në brendësi, jo më se themi zonë turistike, e kuptojmë gjithmonë detin në verë. Janë shtuar në Berat dhe në Gjirokastër, që sidomos Berat dhe Gjirokastra janë 2 meta turistike gjatë gjithë vitit tani, si janë më... Po të shikosh kushtet e Beratit, që të shkosh deri lart, nuk shkon dot zakonisht me makinë. Do shkosh me këmbë, kështu që je i ekspozuar në rrezeve të forta të diellit. Eksakt, jo vetëm ajo, po është dhe e banuar, është tipike e Beratit, dhe aty ka dhe aty banor. Dhe sidomos për moshat e treta, që sa të zbresi deri të shkojë të bëj vizitë në të vi lart, është vënë një qendër shëndetësore aty, brenda në Kala. Po ashtu në Gjirokastër që ka një numër të madh vizitorësh në Kala. Është shtuar tek qafa e pazarit një qendër shëndetësore. Ka pasur ndodhi kohët e fundit, ndërmjetet një turisti kanë përshtypjen madje. Tani ato janë gjëra, ishte në Ksamil, po, një qytetari gjerman. Ato janë tipike, ataku kardiak, ose arresti kardiak, ose infarkti, sigurisht që ka komplikancat më të mëdha nga shumë sëmundje të tjera. Dhe nuk është fakti se unë ndodh aty apo jo, fakti është që nëse infarkti është masiv, nëse shtrongu komun, ose ka një pjesën anterior, ose një pjesë të madhe të zemrës, duhet në ato raste kur të lejon të hysh drejt në hemodinamik në sallën e operimit për të hequr trombin ose për të bërë trombolizën, gjithë të cilat janë struktura shumë të komplikuara, që nuk janë gjithandej, por edhe nëse janë këto struktura, nëse natyra e infarktit dhe sëmundjes është e tillë që nuk t'i jep kohë, sigurisht sepse nëse do të na jepte kohën e ta mirë me helikopter që ta sillim në Tiranë, patjetër. Po kur nuk t'i jep kohën, sëmundja fatkeqësisht nuk është se varet nga sistemi shëndetësor në atë moment. Kështu që nga 34 bën 36 qendra shëndetësore,
ato qendra shëndetësore që janë, çdo vit më shumë, kërkojmë që është një tip e përzierë, si mund të është. Nuk është më tipike një qendër shëndetësore që ti vetë e vizitosh me recetën dhe ikën. Ajo është një qendër shëndetësore që edhe të ofron trajtim, edhe të ofron, si mund të është, një serum, një trajtim për dhimbjen, për diaren që se do shkosh aty, pra do rish gjysore një orë që të trajtojnë dhe të përmirësohen simptomat. E kuptoj. Ka një pyetje nga publiku që thot, doktor thot, problemet me veshin e mesit dalin në paq mos të shumti gjatë stinës së verës, temperaturave të larta dhe si të kujdesemi që mos pësojmë episode që e Veshi i dim si mesëm ndodh. varet për çfarë patologji trajtohet, sepse nëse janë infeksione janë në çdo stinë. Nëse janë problemet e ekuilibrit ose sindroma të ndryshme që ato kanë, sigurisht që ndikojnë, sepse presioni është gjithmonë në varësi edhe të kohës, edhe të lartësisë në cilën ne ndodhemi, në nivelin e detit ose në mal. Edhe ato kanë të bëjnë me, është një lëvizje graduale, si mund thuash, dhe ato e din shumë mirë nga momenti si lëviz koklea e veshit të mesëm, ndryshimi pozicionit të saj, pastaj na shkakton sindrom vertiginoze, themi. Kështu që lëvizjet jo të menjëhershme, jo bruske, por të ngadalshme dhe edhe ajo futja në ujë, dalja nga ujë, ose ngjitja në lartësi, të bëhet graduale, jo e menjëhershme. Edhe një pyetje që vjen nga një nën, e cila thot, jam që kaloj, bashkë me fëmijët shkuam në pishina, fëmijët ishin shumë mirë, nuk drekuam aty, thot, dhe me njerë kur mbëritëm në shtëpi, fëmijët kishin diare dhe të vjella. Ka lidhje, thot, uji i pishinës, apo virozat për cilat po flet doktori, thot, të stinës? Varet, në qoftë se fëmija ka qenë në kontakt me viruset parë se të shkojnë pishin, nuk varet nga pishina. Në qoftë se pishina ka një ujë të ndëjtur, të pa qarkulluar, të pa dezinfektuar, mund të jetë edhe ajo burimi i infeksionit. E kuptoj. Dhe e fundit, doktor, çfarë i sugjeroni njerëzve që na ndjekin për t'i përballuar mirë edhe pa komplikacione në shëndet të temperatura që mund edhe të rriten më shumë, ose mund të ulen e të ripërsëriten prapë, se stina e verës si ka gjitha këto. E di që i thatë, po mund t'i bëjmë edhe njerë në mënyrë të përmbledhur me pika që t'i mbeten në mendje njerëzve në fund bisedës. Sigurisht, foshnjat duhet të mbrohen, po nxorën në pak minuta, sepse nuk i kanë mekanizmat mbrojtës. Të moshuarit duhet të jenë më të kujdesshëm në hyrjen dhe daljen graduale. Ato që kanë patologji kronike duhet të bëjnë një kontroll të mjeku, ose të masin presionin, në këtë periud 4-5 ditë, 2-3 herë në ditë dhe të ashnojnë. Sa është maksimali, minimali dhe sa është frekuenca kardiake. Për ditë ta bëjnë këta? Për të bërë provën tani në të nxehtë, se ai që merr terapi e ka një nivel minimal deri ku ja ul presionin me terapia. Tani po shtohet një terapi tjetër që është i nxehti. Nëse zbret tek 100 ose poshtë 100 për një hipertezë është i ulët dhe mund të mbasi konsciencë. Dhe në atë rast duhet që të këshillohet me mjekun që t'i zvogëloj pak terapin që merr me medikamente. E kuptoj. Dhe në shtator, tetor, kur fillon përsi të ndryshoj stina, mund t'i preket përsi terapia antihipertensive që merr. Të eliminojnë orët, tham, nga ora 11 dhe në 5 për moshat në rrezik. Veshja me rroba të lehta, vera tipike e kontaminimit, larje sa më shpesh e duarve. Në qoftë se ke shenja simptoma, sigurisht që mund të jetë virus, mbrojtja është gjithmonë përdorimi i maskës, larja e duarve, qëndrimi në distancë. Në qoftë se një gjë tipike që shqetësohemi shumë dhe doja bëre shumë që më kujtove është, në qoftë se na zë diarea, jo menjëherë ta bllokojmë, sepse duhet të eliminojnë toksinat. Nuk është se doli 2-3 herë diare dhe u bë qameti. E kuptoj. Duhet të organizmi të eliminojë, se organizmi reagon për të eliminuar agentin e huaj që ka hyrë, pavarësisht se më shkakton edhe këto shenja dhe simptoma. Kështu që jo trajtimi me njerëzim, rehidratim po, rehidratim sidomos me elektrolitik, me integrator, ujë, lëngje, duhet përdorur. Dhe një gjë shumë e rëndësishme është për sa i përket sipas moshave. Ne të rriturit, sidomos prindrit, duhet të kemë kujdes me fëmijët, me qëllim që të dinë sa është sasia e ujit që do të marrin, se foshnja ka më të lartën nga ne. Foshnja është deri në 1 vjeç dhe ka 75-80% përqindjen e ujit në trup.
Dhe ai nuk e di ka eti apo s'ka eti, është rritur që duhet di sasin sa duhet i japi. Edhe mbi një vjet, se nuk të kërkon fëmia, do të bëj shenja ose do të qaj. Nuk duhet i japësh më shumë se ç'duhet. Jo, duhet i japësh. Do të jesh kujdes që t'i japësh sasin e dur. I moshuari është tipike që janë situar ngadalësuar shumë mekanizmat dhe i ka ikur ndjenja e etjes, e pijes së ujit. Edhe pse vënxet nuk ka etje, po se piu sasin, ai e ka humbur nëpërmjet djersitjes dhe djegjes ose aktivitetit fizik që bën. Dhe sigurisht që e ka më të ullët, e ka 25-55% e ujit në moshë të tretë, plus humbet dhe plus për fakti që nuk merë, organizmi bën sforco shumë të mëdha për ta prodhuar dhe kur nuk e prodhon, më sigurisht që të shfaqen pasojat. Pra, edhe tek këto mosha duhet me se zbën që 1,5 litër në ditë t'i pi patjetër, ka apo s'ka etje, nuk po themi të pi një shishe, po të paktën ta pi me shishe që të di që e ka pirë gjys litri. Mbaron ajo tjetra, se me goda ndofta nuk e llogarit sa është sasia e ujit. Ose, edhe në moshurit që kanë sëmundje neurologjike, degenerative, që nuk janë më në gjendje, familjari duhet kujdeset ta di sa ka pirë. Sepse ndryshe, karshia saj do të shfaqet një problem tjetër. Nga veshkat, nga presioni, apo nga vetë koshenca që e kanë të alteruar. Tek fëmijët, nëse kanë temperaturë, sigurisht që mos u shqetëso, sepse janë tipike. Fëmijët e vegjël ndeshën për e të parë me virusin, do krijojnë imunitetin, trajtojnë në mënyrë simptomatike, me antipiretik dhe me likide. Jo me antibiotik dhe jo me gjendje alarmante. 1 ditë, 2-3 ditë jo në asnjë mënyrë, sepse nuk i bën asnjë gjë përkundrazi. I dëmton ca organe tjera. Edhe se çdo gjë që vendosin vërtet që e dërgojnë për ndihmë. Por është një huaj që hyn në trupin dhe në organizmin tonë. Edhe vetë ilaçi, se duhet edhe organizmi vetë të përgatitet për. Pastaj themi gjithmonë ka krijuar rezistencë. Pse? Se nuk shkon organizmi me mbrojtjen që ti i ke dërguar, ose ja ke dërguar kot, ndërkohë që ai po lufton me një agent që ti si bën asgjë me ndihmën që i dhe. Pra, këto janë disa nga këshillat që mund të themi, dhe konsultoni me mjekun tuaj, konsultoni me 127 patjetër, ka dhe konsulta telefonike mjekësore, për fat mirë, janë gjithë çuna dhe goca të reja që i përshëndes dhe i falenderoj për atë që bëjnë çdo ditë 24 orë, kanë marrë një mentalitet që objektivi është qytetari, është shëndeti, dhe fatmirësisht janë të zotët, kanë dëshirë të trajnohen, të ndërhyjnë dhe të mos ankohen, sepse ne shqiptarët ankesën e kemi të parë. Faleminderit shumë që ishit me mua në studio dhe si gjithmonë për këshillat e vyera që ne